këtë edicion do të ndiqni. Këshilli Prokurorial i Kosovës po kërkon 34 prokuror të rinj. 3 aksidente brenda pak orësh, 15 të lënduar përfundojnë në emergjencën e Gjakovës. Tifozët pro-serb të Spartakut kundër transferimit të Dakut. Përshëndetje, po fillojmë edicionin qendror të lajmeve këtu në televizionin Syri. Këshilli Prokurorial i Kosovës në mbledhjen e mbajtur të martën ka marrë vendim për shpalljen e konkursit për rekrutimin e prokurorëve të rinj të shtetit. Antari Dardan Vunici tha se janë 177 prokuror aktiv, 34 pozita të lira, prej tyre 10 për komunitetin serb. Aktualisht në Kosovë janë aktiv 177 prokuror, por me 7 vota për, Këshilli Prokurorial i Kosovës ka miratuar sot propozimin për shpalljen e konkursit për rekrutimin dhe të disa prokurorëve të rinj. Antari Dardan Vunici gjatë prezantimit të kësaj analize tha se janë 34 pozita të lira. Numri përgjithshëm i pozitave të miratuara në sistemin prokurorial është 209. Bëhet fjalë për prokuror. Aktualisht, funksionin e prokurorit të shtretit e ushtrojnë 177 prokuror aktiv. Gjithashtu, sipas planifikimeve të burimeve njerëzore, 2 prokuror do të përfundojnë mandatin për shkak pensionimit këtë vit, me që rast numri prokurorëve aktiv nga 177 do të ngel 175. Nga ky numër rezulton, në sistemin prokurorial ekzistojnë 34 pozita të lira. Në kuadër të këtij konkursi komisioni ka vlerësuar një ndryshim nga analiza e pranuar se 10 pozita mund të rezervohen për kandidatët nga komuniteti serb. Tutje në mbledhjen e KPK-s është caktuar edhe komisioni i cili do të merret me organizimin, testimin dhe intervistimin e kandidatëve për pozitën e prokurorit. Komisioni do të përbëhet nga 5 antarë dhe 2 të tjerë që do të jenë rezervë. Konkursi është hapur pasi gjyqtarët dhe prokurorët serb dhanë dorëheqje në nëntor të vitit 2022 si pjesë e largimit kolektiv të përfaqësuesve serb nga institucionet e Kosovës, pas kundërshtimeve ndaj vendimit të qeverisë për zbatimin e masave lidhur me targat ilegale serbe në veri të vendit. Edhe pse veprimet të ndaluara, gjuajtjet me armë zjarri gjatë sezonit veror janë një dukuri shqetësuese për të gjithë. Zëvendës komandanti i stacionit policor në Gjakov, Ram Bekaj, thotë se institucionet e sigurisë po zbatojnë masat të rrepta ndëshkuese për këtë fenomen, dhe këtë vit ka rënje të rasteve të përdorimit të armëve në ahengje. Para sezonit të verës dhe ardhjes të bashkëdhetarëve, Policia e Kosovës ka shtuar masat e sigurisë dhe gatishmërinë në teren. Sipas zyrtarëve policor, kjo ka ndikuar që numri i rasteve të përdorimit të armëve në ahengje të shënoi rënje, krahasuar me vitin e kaluar. Kapiten Ram Bekaj, zëvendësi komandanti të stacionit policor, tregoi rreth kësaj situate. Ne, si polici, pasi jem sezonin veror, kemi marrë masat ngritjen e gatishmërisë për gjithë bashkëdhetarët tanë që vinë të kryejnë pushimet në Kosovë, kështu që krahasim vitin e kaluar me këtë vit, si vjet kena më pak raste, domethënë jem 50% më pak. Zyrtarët policor bojnë të ditur se ndaj çdo rasti të përdorimit të armëve veprohet menjëherë. Policia intervenon kur të merr informat që ka, i arreston personat, i merr provat, armën ose provat që të janë, konsultim me prokurorin përbilon kallëzimin penal dhe dorëzon prokurori. Gjithmonë bashkëpunim me prokurorin. Ndërkohë, në rënje prej 14% janë edhe rastet e vjedhjeve në shtëpi. Përgjithësi, vjedhjet në Gjakovë janë në ulje, 14% krahasimi me vitin e kaluar. Kjo është një vetësim i qytetarëve edhe që e ruajnë pronën, por edhe gjykata ka dhënë masat, ka shqiptuar masat e nevojshme, kështu që kemi 14% zbritje. Stacioni policor në Gjakovë bën thirrje qytetarëve që të mos e kthejnë festat në tragjedi. Apelojmë qytetarët që
në hengje mos t'i përdorin armë, për shkak se arma mund të paraqes rrezik, ketë pasoja, kështu që mos ta kthejnë festën në tragjedi. Donë se statistika tregojnë rënje të rasteve të përdorimit të armëve në ahengje dhe të vjedhjeve në shtëpi, stacioni policor i Gjakovës thotë se do të vazhdojë me patrullime të shumta dhe masa parandaluese gjatë gjithë sezonit veror. Kujdesi në ushqime, sidomos gjatë sezonit veror, duhet të jetë i vazhdueshëm, me qëllim të shmangjes së helmimeve, të cilat rëndom janë të shpeshta në të gjitha grup moshat. Specialistja e mjekësisë familjare, doktoresha Vera Pitaçi, thotë se fëmijët dhe të moshuarit janë më të rrezikuarët nga infeksionet me salmonellë. Temperaturat e larta të ditëve të fundit kanë sjellë edhe rritje të rasteve të pacientëve që kërkojnë ndihmë mjekësore për shkak të diaresë dhe të vjellave. Sipas doktoreshës Vera Pitaçi, higjiena gjatë përgatitjes dhe ruajtjes së ushqimeve është një nga masat më të rëndësishme për parandalimin e infeksioneve. Gjatë kësaj periudhe me temperatura të larta, një ndër simptomat kryesorë që po shfaqen këto ditë kemi me barkëqitje vjellje. Zakonisht gjatë këtyre ditëve të ngrohta duhet të kemi kujdes në higjienën, përgatitjet dhe ruajtjen e ushqimit. Si shkaktar kryesor të këto helmime të ushqimeve, bakteria salmonella mirret gjatë konsumimit të ushqimit dhe të ujit të kontaminuar. Doktoresha Pitaçi shpjegon se salmonella mund të përhapet përmes konsumimit të ushqimeve ose ujit të kontaminuar. Salmonella mund të përhapet nga duart e palara, mandej nga konsumimi i ushqimit, mishit, vezëve dhe të gjitha produkteve shtazore të kontaminuara, nga produktet e qumshtit të papasterizuara, mandej nga uji i ndotur. Ndër simptomat më të zakonshme të infeksionit janë diareja, të vjellat, temperaturat e larta, dhimbjet e barkut dhe dobësia e përgjithshme. Simptomat më të zakonshme janë temperaturë, barkëqitje, dhimbje barku dhe ngërçe, mundim, vjedhje, lodhje, këto janë të shpeshtat. Sipas tyre, më të rrezikuarit nga komplikimet e infeksioneve me salmonella janë fëmijët, të moshuarit dhe personat që vuajnë nga sëmundje kronike ose kanë sistem imunitar të dobësuar. Si rezultati 3 aksidenteve të ndryshme në emergjencën e spitalit të Gjakovës, mbrëm u dërguan 15 persona të lënduar, 3 prej tyre për shkak të gjendjes më të rëndë shëndetësore janë përcjellur në QKUK, ndërkohë doktor Ilir Hasanaj, nga emergjenca e spitalit i Sagreza ka folur për menaxhimin e kësaj situate dhe gjendjen shëndetësore të pacientëve të hospitalizuar në Gjakovë. 3 aksidente të ndara trafiku të ndodhura të hënën në Gjakovë, Rahovec dhe në fshatin Mrasor, kanë sjellë brenda një kohe të shkurtër 15 persona të lënduar në njësinë e emergjente të spitalit të përgjithshëm i Sagreza në Gjakovë. Për shkak të numrit të madh të pacientëve, stafi mjekësor është përballur me një situatë të ngarkuar, duke aktivizuar edhe ekipet kujdestare në thirrje. Dje rreth orës 7:10 në njësinë emergjente kanë ardhur 15 pacienta, të ka qenë të lënduar prej 3 aksidenteve të ndryshme në Rahovec, në Mrasor edhe në Gjakovë. Prej këtyre pacientëve që janë pranu, janë sistemuar në mënyrën se vijën. 3 pacientë janë transferuar në QKU për trajtim më të specializuar, që kanë qenë lëndime makrona. 5 pacienta janë pranuar në reportin e ortopedisë, 1 pacient është pranuar në kirurgji, 1 pacient është pranuar në ginekologji, ka qenë 7 zonë, edhe 1 pacient është pranuar në reportin e pediatrisë. Gjithë pacientët e kanë marrë trajtimin edhe ekzaminimin e nevojshëm në bazë protokolleve në fuqi. Doktor Hasanaj thotë se reagimi i shpejtë i stafit ka bërë të mundur menaxhimin e situatës pa vonesa në ofrimin e ndihmës për të lënduarit. Përveç stafit këtu që ka qenë nga dishmëri dhe ka punu, janë ardhur edhe stafit që nga dishmëri në thirrje, edhe ju kanë përgjigjë thirrjes më njëherë, gjithë janë marrë në rastet që kanë shku, janë trajtuar dhe janë ekzaminuar në kohën e durë.
Falë reagimit të shpejt dhe koordinimit të stafit të njësisë emergjente, si dhe mbështetjes së menaxhmentit të spitalit të përgjithshëm Isa Gresta, të gjithë pacientët morën trajtimin dhe ekzaminimet e nevojshme në kohë. Megjithatë, autoritetet shëndetësore dhe ato të sigurisë apelojnë për më shumë kujdes në trafik, në mënyrë që të shmangen aksidentet dhe pasojat që ato sjellin. Në vazhdim të ndjekim parashikimin e motit për ditët në vijim. Para se të ndajmi të ndjekim edhe një herë titujt kryesor të këtij edicioni. Këshilli Prokurorial i Kosovës po kërkon 34 prokuror të rinj. 3 aksidente brenda pak orësh, 15 të lënduar përfundojnë në emergjencën e Gjakovës. Tifozët pro-serb të Spartakut kundër transferimet të Dakut. Këtu merr fund ky edicion qendror i lajmeve. Ju mund të vazhdoni të na ndiqni në televizionin Syri si dhe në rrjetet tona sociale. Mirupafshim.